ne nëse e thirrna një shokin ton një herë, dy herë, tre herë, edhe mas 3 herëve ai nuk na thirr neve, ne thojna, valla se thirri mo, një 3 herë kam thirr, a veçur me thirr ata. Ne që shtë e shoh në raportin, ne na që ka shtë dvogli. A interesohesh për shokin tan, kur një javë nuk të thirr telefon shoki jot. A interesohesh për atë dostin tan që i thu dost, që i thu vlla, që i thu shoki zemrës, kur nuk e ki pa një javë, as në xhami, as me naj kafe, as nuk të ka lajmëru. A interesohesh me thonë ku i jo shokim? Ama ne kena një problem të madh. Ne nëse e thirrna një shokin ton një herë, dy herë, tre herë, edhe mas 3 herëve ai nuk na thirr neve, ne thojna, valla se thirri mo, një 3 herë kam thirr, a veçur me thirr ata. Ne që shtë e shoh në raportin, ne na që ka shtë dvogli. Po edhe 1000 herë me thirr shokin tan, edhe 1000 herë ti me thirr, edhe ai mos me thirr ti 1000 herë, ti apet thirrë se ti e dëshmon se ki vllazëllëk. Do të thonë, ti binde atë që ti e do për Allah. Kjo është shumë e rëndësishme mu kuptu. Do të thonë, binde shokin tan ti që e do për Allah. Mos u ban, mos bëhet shkaktar, një telefon, një mesazh që s'ta ka kthy ose s'ta ka shkruajt për diçka, mu i dhnu me shokin tan. Kjo është arsye banale mu i dhnu me shokin tan. Pejgamberi alayhis salatu wasalam e sheti që është dresu për Thabitin. Nuk e ka pa në xhami, ka çu shokin e vet, këshur në mosash i smut. Do të thonë, kjo është një shkollë e madhe si mante raportet pejgamberi alayhis salatu wasalam me shokët e vet.